emisionit to. Faleminderit edhe nga ju, Samet. Ftesën e pranova me kënaqësi. Jam I lumtur që jam sonte në emision. Faleminderit shumë. Besoj që të kalojmë çastet e këndshme të bukur. Sigurisht, si gjithmonë me ju. Amin. Na trego mem si kalon këto ditë të Ramazanit. Po, alhamdulillah mirë. Ramazani është kënaqësi, Samet. Ramazani do të me konë, si ta hoxha, me konë njeri me buzëqeshje, me konë me disponim. Nuk ka puna veç t'jesh unë. Ashtu. Po, t'jesh me buzëqeshje, t'jesh aktiv, t'jesh pozitiv. Sikur juve ju shtohen pak angazhimet duke qenë prezent në mesin e besimtarëve të cilët organizojnë organizime të ndryshme. Na tregoni pak si e ndjeni veten, ju pret një të themi një muj ku do t'jeni të ngarkuar. Po, si do të qoftë, Ramazani ka angazhime tepër, po, alhamdulillah, në tjetë ki muaj I bekuar, jemi në emisionin të bekuar, inshallah, sa ma mirë në të kalon, ta përcjellmi këtë misafir. Nuk ka munguar edhe ilahijet cilët po I shohim mem që I keni punoni dhe nuk pushoni duke na servuar ato më të mirën. Në trego pak ku do ta kemi mundësi edhe në fund të bisedës ta ndjekim ilahijen tuaj. Në trego pak ja dedikuat edhe Ramazanit një ilahi. Po, është një temë ti e gëzimi jonë, Ramazan. Po, I kushtuar Ramazanit, si që ka temën, do ta knuj një strofë mandej, masi ta përfëndim, po. Ilahijet I baj vetë, kështu tematike, ja qëlloj, nësë është për dita Ramazanit, për Ramazan, nësë është diçka tjetër kam edhe për gurbet, edhe tematike në varët si është ftohta. Zakonisht kush përkujdeset për tekstin, për gjithë organizimet që I bën të një ilahije? Shife më shumë mundona vetë I bëj ilahijet, po ka edhe një shok I ban, më shumë I bëjnë videoklipet I bëjnë në Prizren Kosovë, pa angazhimet, a vetë që do I zemrës, nëse të pëlqen, ajo ilahija e ban me zemër, nëse të pëlqen ti do t'i pëlqej edhe poplit, nëse ti vetë nuk të pëlqen edhe poplit si pëlqen. Duhet ta ndjesh kur ta këndojshat me ndjenja, t'ja kushtojshat ilahijen, t'ja kushtojsh me shpirt. Ilahijet nuk janë produktive ashtu si që mund themi një që ka këngat një këngëtar. Këto këndohen pikrisht nga jo, këndohet me zemër, këndohet për besimtarët, në qoftë se edhe s'ka asnjë produktivitet, por vetëm që të arrije tek besimtarët. Sa duhet kesh këtu guxim që të bëjsh ilahijet, këndojsh ilahije vetëm për besimtarët? Po ashtu duhet ta mendosh një ta shkruajsh vetë tekstin, edhe do me thonjën t'ja bëjsh si do t'jetë, edhe vetë edhe ku ta këndosh atë ilahijen t'jesh emocionues. Ndjesh gjendjat mira ku ta këndosh edhe t'i japsh hakin ilahijes. Ashtu. Ne kena kënu kongën përpara, që do me thonë ilahija është alo ma mirë. Do me thonë ma sevap është. Edhe ta bëjsh dhimbshëm, ta bëjsh mirë, ta bëjsh. Qajo. Sa t'jep këshu mem kjo një ndjesi se e shfrytëzove zanin duke vazhduar me ilahi, nuke atë që ta dha Zoti, ata talent dhe vazhdove me ilahi, vazhdo. Pa Allah shifë thotë Allah ta vash zonin, unë ta shfrytëzosh punë të mira. Zbukuroje zonin ku është fjala e bukur. Fjala Allahut, ngrije fjalën e Allahut, edhe pse fjala e Allahut është ngrime, e ngritur. Amon ta dash që ditën e Kiametit, ditën ku do të vjet Allah ta dash ku e shfrytëzove pasurinë, ku e shfrytëzove bukurinë, ku e shfrytëzove zorin që ta dash. Shfrytëzove punë të mira, të hajrit, se për atë çdo sen do të pitesh. E për çat deshti Zoti udhëzimi sa më të erdh. Po, elhamdulillah bi Allahit, e që ajo është. E dush me kon aktiv, dush me punu, dush me smenetën, se me ndet kur gjë s'ka, dush me punu sa ma shumë aktiv me kon. Sa
pranohet, sa besimtarët e kërkojnë ilahien për këto organizime me? Besa e kërkojnë, më shkruajnë shumë edhe në mesazh, më shkruajnë kur do doli ilahia, a ka në ilahie 3 nga ju, më pëlqejnë, e presim me padurim, në diasporë, në Kosovë, Shqipëri, elhamdulillah bi Zotit, kam që më dëgjojnë. Sa kështu duke analizuar me ilaistët tjerë, sa kemi prek tema të mira sa i përket teksteve të ilahive? Janë mësuesat asaj që themi që prekan tema të bukura, tema edukuese? Po, shife, më barë, ka tema edukuese, ka tema si dhati për Ramazani, për gurbetin, për babën, mos respektimi i prindërve, kjetë tema të bukura, këto lejon, sidomos edhe pa muzikë. Ashtu. Me vokale lejot, mund është ty edhe patriotike pa muzikë. Ashtu. E kam patriotike, mund shme këndu. Nuk keni nda edhe këtë, keni raste që edhe këngë të cilët janë patriotike, por i këndoni pa... Ka tekst mirë, ka do me thonja tematike, këndohet, pse jo. Ashtu. Memi, dhe të kisha dash të këtë të bukur tuaj të ndëgjojmë në këtë emision, kisha dash një refrem nga një ilahi, dhe të bësh përzjedhjen vetë, kisha dash që në emision ta kemi edhe live. Nda ka ardhë një misafir, Ramazani plotë më shirë, muaj ma i mirë. Që një vjetë kam prit, o sa shumë jena mërzit, mirë se vjen o drit. Që një vjetë kam prit, o sa shumë jena mërzit, mirë se vjen o drit. O si fir, o iftar, por ju mali, sa shumë na kam marr. O si fir, o iftar, por ju mali, sa shumë na kam marr. Shumë faleminderit. Memi, e thamë edhe... Na ka marrë edhe mali me ndjekë. Shumë bukur. Na të rego, pak e bisedume edhe me hoxën, sa po na bën ki muaj që t'jemi të devotshëm, t'jemi të mirë me njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin. Më mirë tha edhe hoxha, duhet ki muaj nuk ka veç për unësisë, ki muaj është i rahmetit, duhet me ndihmu njëri tjetrit, me bushqeqe, sa dhe ka, nëse ka diçka nevoj, me atë trokitën, a duhet diçka, s'duhet diçka, me atë qajtë hallit njëri tjetrit, edhe me i thonë si ki hallit, a je mirë, me shnet, a me financa, a duhet diçka, me i dhonën, a mirë edhe tregoj o gjë ndërum. T'jemi barabartë të sin këtë edhe në këtë Ramazan, 1 dinar me dhonë 10 kuën, jashtë Ramazanit, se 1 me 10 shpërblejet. Sa ma shumë me dhonën është shumë ma mirë, sa ma shumë me lezu Kur'an është shumë ma mirë, 1 herë 10. E në Ramazan, alo ma shumë shtohen, shumë mirë. Sa rinia është e përqendruar me qënëse je më tepër në për organizime, je në për xhami, je në për objekte cilët organizohen, shumë tubime, ligjërata të bukura, të ndryshme, sa rinia janë të fokusuar? Shumë, vinë. Tash, elhamdulillah për Zotit të rinia edhe i shoh edhe sabah namaz xhamiat mbushën full, edhe sidomos në për ligjërata, në për xhallar, ndëgjojnë edhe marrim mësim atje. Dhe i shoh, nuk ka sikur përpara, ama tash elhamdulillah rinia jonë vazhdon tjetë në për xhamia full. Mi qënësi jemi edhe në minutat fundit të kësaj dite, jemi pikërisht para iftarit, cili do t'jetë një mesazh tek të gjithë besimtarët me? Mesazhi im është këtë muaj Ramazan, këtë muaj bekum, që Allah e ka dallu për gjithëve muajve, edhe në emision
edhe shpresoj edhe ki mension që jemi bashkë tjetë i bekum. Amin. Lusë Allahun Dhul Gjelal nga thellësia e zemër që të dalmi faqe bardhë nga ki muaj i bekuar Ramazan. Edhe ju uroj gjithve besimtar musliman ku